Trajneri i flamurtarit Francesco Moriero ka theksuar se fitoria ndaj Bylisit ishte tepër e rëndësishme, sepse ishte ndaj një rivali direkt. Djemtë bën një ndeshje shumë të mirë në nivelin taktik dhe mendor. Fitoria i kushtohet atyre, publikut dhe presidentit ton. Kjo e sotmja ishte një sinjal i rëndësishëm për të gjithë konkurrentët për mbijetesën. Ne do të qëndrojmë me këmbë në tokë. E dim që do të jetë e vështirë dhe duhet të japim maksimumin, tha ndër të tjera Moriero. È una partita che hanno vinto ragazzi. Është një ndeshje që e fituan çunat. Hanno messo grande intensità, volevamo la vittoria a tutti i costi. Vendosëm intensitet të lartë e dëshim fitore me se s'bën. Dispiace che non ci sia stato il nostro pubblico, però lo sentivamo da fuori. Na vjen keq që s'kishim publikun ton, po e dëgjonim nga jashtë. Finalmente arriva un po' il sorriso. Në fund na vjen pak buzëqeshje. Noi dobbiamo giocare sempre con la massima intensità, con la massima concentrazione. Ne do të lozim gjithmonë me intensitet maksimal, me përqendrim maksimal. Partita dopo partita. Ndeshje mbas ndeshje. E cercare di fare sempre il massimo come abbiamo fatto finora. Dhe të kërkojmë të bëjmë gjithmonë maksimumin si e kemi bërë deri tani. Në çfarë fazë është mercato profesor? No, di mercato parlo solo col presidente. Për mercaton flas vetëm me presidentin. Trajneri i Bylisit Mirel Josa ka theksuar se humbja ndaj flamurtarit është shqetësuese për të për shumë arsye, që nga momenti kur pësuam golin nga një gabim individual, sepse topi kur vjen nga krahët kur nuk kthehet në qendër. Normalisht duhet të ishin futur me më shumë iniciativë për të formuar lojën, tha ndër të tjera Mirel Josa. Ishin gjëra, është një komplet një llogari. Kjo që thoni ju, por problemi është mund të humbësh me flamurtarin. Është skuadër që është formuar etj, njerëz të flamurtarit dinë se kanë ndërtuar këtë skuadër. Problemi është se çfarë bën ti dhe ne sot për mendimin tim nuk bëm asgjë. Nuk bëm asgjë. Dhe për mënyrën se si përveç ne dhuruam vetë golin e parë. Për faktin se mbrojtësi jonë do të bënte një gjë shumë normale për kalimin e topit, jo të kthej topin në qendër të mbrojtjes. Pastaj u mundum të bëjmë ndryshime që jo vetëm nuk na sollën efikasitet, por goli i dytë me fall i Markut neve na shujti fare për sa i përket pretendimeve që kishin për nesh. Bimi, si e shikoni? Çdo gjë është e vështirë. Gjitha skuadrat janë të forta. Problemi është se çfarë do bësh ti, dhe mënyra si do mblidhesh ti, dhe çfarë problemesh do kesh gjatë pas një ndeshje, sepse dalin dhe probleme, qoftë dëmtime, qoftë kartona etj. Problemi është si do të ekuilibrohemi. Dhe më rëndësishme është si do të nërret skuadra, të nërret besimi që mund të bëjë diçka.